Cili është ndryshimi kryesor midis dental veneers dhe composite bonding? Veneers janë faceta porcelani shumë të holla të cilat përgatiten në laborator dhe vendosin direkt mbi dhëmbë, ndërsa facetat të kompozitin janë material më i butë i cili vendoset dhe formohet në mënyrë direkte. Pra, ndryshojnë si në material ashtu edhe në mënyrën e aplikimit. Në cilat raste rekomandojnë veneers dhe në cilat composite bonding? Nëse ke ndryshim të madh në ngjyrë, formë, boshllëqe apo plasaritje, atëherë veneers janë zgjidhja më e përshtatshme, ndërsa composite bonding është për ndryshime më të lehta estetike. A ka ndryshim në qëndrueshmëri dhe gjatësinë mes tyre? Veneers zgjasin më shumë, janë më të qëndrueshme dhe më rezistente ndaj konsumimit dhe njollave, ndërsa composite bonding është më delikat dhe kërkon riparime me kalimin e kohës. Nëse dikush ka bërë composite bonding, a mund të kalojë më vonë në veneers? Po, është e mundur të kalosh nga composite bonding në veneers, por kjo kërkon një vlerësim profesional për të parë nëse dhëmbi juaj e lejon këtë ndryshim. Nëse nuk jeni të sigurt se cili është trajtimi më i përshtatshëm për ju, atëherë ne në The Clinic do të analizojmë rastin tuaj dhe do të gjejmë zgjidhjen më optimale dhe natyrale për ju.